Pas shqetësimit të vazhdueshëm të shoqatave mjedisore për degradimin e Parkut të Madh të Tiranës, Bashkia e Kryeqytetit do t'i paraqesë Këshillit Bashkiak në janar projektin për t'i dhënë atij statusin e parkut rajonal kombëtar. Gjatë një seance dëgjimore në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, përfaqësues të Ekolëvizjes, Bashkisë së Tiranës, Ministrisë së Mjedisit dhe asaj të Transporteve, pranuan si tepër emergjente dhënien e këtij statusi me qëllim ndalimin e degradimit. Të bëhet një park rajonal duke përfshirë jo vetëm liçenin, por dhe kodrat në jug të Tiranës. Ky park, duke mos pasur një status ligjor mbrojtës, ka vetëm një urdhëres, si thua, që të mbrohet me policë, por as ajo nuk funksionon. Ai riskon që të degradojë gradualisht, qoftë nga pronarët që janë në jug të parkut dhe të cilëve ju është kthyer prona, qoftë edhe nga ndërtimet të tjera të palishme. Parku po degradohet edhe nga pikpamja e faunës dhe florës, sidomos liçeni. Nuk funksionon më kanali që merrte ujin nga Farka, është bllokuar. Hapi i parë është frenimi dhe për këtë kërkohet në radhë parë një status ligjor. Ligji na lejon që më e mundshme është të merret në konsiderat dhënia e statusit të parkut rajonal kombëtar. Në janar ne do ta kalojmë në Këshillin Bashkiak për t'ja kaluar pastaj drejt finalizimit në Këshillin e Qarkut. Bashkia do të nisë vlerësimin e shkallës së dëmit, ku do të përcaktohet një fond për të ndërhyrë për pastrimin e ujit, ose zbrazjen tërësore të liçenit dhe më pas rimbushjen e tij. Gjithashtu, për t'u parë sipas bashkisë, është dhe mundësia e funksionimit të kanalit të Farkës, që është dhe furnizuesi kryesor i liçenit të Tiranës, si dhe ndërhyrjet që duhen bërë për shpronësimet apo ndërtimet pa leje të ndërtuara vitet e fundit në zonën e Parkut të Madh të Tiranës.